Përshëndetje të dashur miq. Sot do flasim në lidhje me konfidencën. E keni vënë re që disa njerëz janë natyralisht konfident dhe duket sikur ndoshta nuk janë më të mirë tek ajo që po bëjnë. Por konfidenca e tyre thjesht i bën ata magnetik, thjesht i bën ata të duken sikur janë 10 herë më të mirë se sa janë në të vërtetë. Dhe kjo është vërtet e magjishme. Por ka dhe individ të tjerë të cilët mund të jenë gjeni, mund të jenë shumë të mirë në atë që bëjnë. Por mungesa e konfidencës bën të mundur që ata të duket sikur janë pa eksperiencë, sikur nuk dinë se çfarë po bëjnë, sikur nuk janë të aftë në atë që po bëjnë dhe po tregojnë. Dhe kjo mund të ndodhë qoftë në ambientin e punës, qoftë në karrierën tuaj, qoftë në shkollë. Ndoshta edhe në familje konfidenca mund të duhet, edhe në shoqëri konfidenca mund të hyjë në punë dhe mund të jetë e rëndësishme, sepse po ta vini re, edhe në grupe shoqërore, ka individ të cilët duket sikur janë liderat e atij grupi. Kjo nuk është një gjë e mirë, të themi të drejtën, në momentin që ky lider bëhet kontrollues dhe bëhet mbizotërues dhe do të tregoj që unë jam më i miri apo më e mira. Por në momentet për shembull, po marrim një shembull në një punë projekti, dikush duhet të jetë organizatori apo jo. Dhe nëse kjo bëhet në një mënyrë të përulur, pra që të jeni i sjellshëm dhe që të jeni me këmbë në tokë, si thuaç, dhe mos të mendoni që jeni më të mirë se të tjerët, por thjesht keni këtë aftësinë e rëndësishme dhe të bukur të leadershipit, të kombinuar me këtë konfidencën, jo që të dukeni si më të mirë se të tjerët, por me konfidencën e përulur, si mund ta them, që bën të mundur që ju natyralisht të tjerët ju ndjekin, natyralisht ju të jeni ai tek i cili apo tek e cila njerëzit shkojnë dhe bëjnë pyetje dhe gjejnë përgjigje shumë të mira gjithnjë. Dhe duke i ditur vlerat tuaja, duke i ditur karakterin tuaj, ju mund të zbuloni thesare të çmuara dhe t'i përdorni këto për më të mirën e të gjithëve. Jo për të qenë, pra edhe një herë, mbizotërues, por për të qenë personi që nevojitej në këtë grup, që ju të keni sukses. Personi që nevojitej në punë, që të gjithë të kenë sukses dhe ju të jeni të shpërblyer për punën që bëni, pra të jeni konfident, aq sa ta dini vlerën tuaj dhe të merrni këtë shpërblim. Sepse ju mund të bëni punën dhe nëse ju nuk jeni konfident, të tjerët e dinë dhe ju marrin nëpër këmbë, si thua, apo thjesht e dinë që ju nuk e keni problem dhe thjesht e kalojnë këtë pjesën që t'ju shpërblejnë dhe ju mendoni që ndoshta vërtet kështu është, pse duhet të marr unë shpërblim? Sepse kjo lidhet të gjitha me pjesën e të diturit të vlerës suaj, me pjesën e të qenurit konfident dhe të besoni në aftësitë tuaja dhe në cilësitë e karakterit, në gjithçka që ju e keni të vyer. Të gjitha këto lidhen në një grumbull së bashku dhe janë kaq shumë të lidhura me njëra tjetrën, sepse në të vërtetë në aspektin energjetik lidhen shumë me çakrën e pleksusit diellor që ndodhet sipër kërthisës suaj dhe deri në pjesën e poshtme të kreharorit. Dhe këtu ndodhet dhe pjesa e stomakut, mund të themi, dhe prandaj lidhet shumë edhe me pjesën e, për shembull, nëse keni bllokime në këtë çakër në aspektin energjetik, mund të keni probleme me tretjen, sepse kjo lidhet jo vetëm me, pra, të gjitha janë shumë të ndërlidhura, aspekti fizik, shpirtëror, mendor, emocional, dhe në momentin që ju nuk tresni disa eksperienca shpirtërore, emocionale në mjedisin tuaj, edhe ushqimi nuk do tretet po njësoj. Dhe në momentin që të gjitha këto janë të shëndetshme, tretja juaj është në rregull, ju tresni informacionet që konsumoni gjatë ditës, në kuptimin që ju merrni më të mirat prej tyre, çlironi të tjerat dhe nuk jeni të mbingarkuar. Sistemi juaj nervor dhe emocional nuk është i mbingarkuar nga eksperiencat e jetës. Sepse në momentin që ju nuk i tresni dot, do thotë që ju jeni të mbingarkuar, keni dhimbje koke, keni ngarkesë emocionale, keni lodhje të shpeshta, ndoshta jeni shumë të dyzuar me informacion se që ndoshta s'mbani mend asgjë, apo i mbani mend të gjitha dhe kjo ju mbingarkon, dhe është po njësoj si një laptop që në momentin që mbingarkohet shumë, punon shumë dhe në momentin që ka shumë informacione të shkarkuara, dhe që nuk ka vend më për informacione të tjera njëherë, por është kaq i mbingarkuar sa që punon avash, nxehet shpejt, pra po ta keni parasysh një laptop dhe kjo ndodh edhe me ne, më saktë, por është thjesht mënyra se si mundaj që ta paralelizoj që ju ta kuptoni më mirë. Edhe ne mund të fillojmë për shembull të mbingarkohet sistemi jon, nuk mendojmë më, jemi të lodhur pa shkak,
sepse lidhet me këtë aspekt, pra që nuk kemi mundur të tresim dot këto lloj emocionesh, eksperiencash, informacionesh, kemi marrë më shumë se ç'duhet dhe është si të konsumoni më shumë se sa duhet dhe ju bie rënd. Dhe në çakën e pleksit diellor lidhen edhe të gjitha këto të tjerat, pra aspekti i konfidencës, i të diturit të vlerës suaj, të besoni në aftësitë tuaja dhe në njohuritë tuaja dhe në cilësitë e karakterit dhe në gjithçka që ju keni. Kjo lidhet me konfidencën në gjerësi. Dhe kjo lidhet me konfidencën pra që jo të jeni më të mirë se të tjerët, po e theksoj këtë. Ajo më pas quhet konfidencë e tepruar. Për çdo gjë ka një balans, ka një aspekt negativ dhe një aspekt pozitiv, mund ta quajmë. Jo në lidhje me është e mirë apo e keqe, aspektin negativ dhe pozitiv, thjesht për ta treguar vizualisht. Dhe në aspektin negativ po vendosin faktin që ju s'dini vlerën tuaj. Në aspektin pozitiv po vendosin faktin që ju e dini vlerën tuaj më shumë se sa duhet dhe jeni, mund të quheni mendim dhënje apo mund të quheni si mbizotërues ndaj të tjerëve, krye lart e të tjerë. Në momentin që jeni në balancë, ju dini vlerën tuaj, por nuk jeni në këtë aspektin që të mendoni që jeni më të mirë se të tjerët. Dhe ndodheni në balancën e shenjtë dhe në mesin e artë të Aristotelit, i cili thoshte që çdo gjë duhet jetë në balancë. Dhe në fakt ka pasur të drejtë, sepse edhe sa bukur që vërtet ishte një mesazh, sepse kam veshur një bluzë që ka edhe të bardhën dhe të zezën, pra kjo tregon balancën. Ti keni të dyja anët, por të shndroni në mes, tek gria, për shembull. Dhe të shndroni në këtë mes që të dini vlerën tuaj, të dini që ju meritoni të shpërbleheni për aftësitë tuaja, të dini që nuk keni nevojë ta gjeni për shembull se ky është një aspekt tjetër, nuk keni nevojë që ju të jeni konfident në momentin që të tjerët ju përgëzojnë, në momentin që të tjerët e dinë vlerat tuaja. Ndoshta të tjerët e dinë shumë mirë vlerën tuaj, por nuk e pranojnë asnjëherë. Dhe ndoshta ata nuk e dinë sepse nuk e shohin dhe përsëri nuk ju a thonë. Dhe ju mendoni se nuk jeni të vlefshëm. Ndërkohë që këto të gjitha janë iluzione. Dhe vendi i duhur për ta kuptuar vlerën tuaj dhe për të besuar në aftësitë tuaja dhe për të qenë konfident, për të fituar këtë konfidencë, është tek ju. Nuk keni pse të prisni nga të tjerët që t'ju thonë pra të bëni diçka dhe të prisni këtë konfirmimin që sa mirë e bëre këtë gjë, që ju të ndjeni të vlefshëm. Sepse kjo ndodh për njerëzit që nuk e dinë vlerën e tyre dhe që nuk janë vlerësuar ndonjëherë ndoshta, qoftë në fëmijërinë e tyre, qoftë në familje, qoftë në shoqëri, në punë, dhe presin gjithnjë këtë lloj konfirmimi. Apo për spektrin tjetër që janë mësuar duke e marrë këtë lloj konfirmimi, dhe në momentin që se marrin, mendojnë që diçka ka ndodhur gabim dhe diçka nuk është bërë siç duhet. Dhe ky mes i artë na lidh tek fakti që ju duhet ta dini vetë vlerën tuaj. Nuk ka rëndësi se çfarë thonë të tjerët. Sepse të gjithë kemi perspektiva të ndryshme dhe ndonjëherë dhe nëse ata e shohin, siç e tham, nuk duan ta thonë. Prandaj, ju gjithnjë ta gjeni konfidencën tek vetja juaj. Kjo e bën atë të pavdekshme, si thua, pra nuk ju a merr askush këtë lloj konfidence. Dhe është vërtet magnetike. Dhe nëse ju po pyesni veten, se po e ndjej këtë lloj pyetje tani, si mund ta gjejmë konfidencën tek vetja jonë? Sepse është pak e vështirë dhe është pak ju bën të ndjeni konfuz ndoshta se si mund ta gjeni. Ndoshta jeni mësuar gjithnjë që të jeni konfident së jashtëmi, pra të merrni këtë reagim së jashtëmi që të jeni konfident. Për ta gjetur konfidencën së brendshmi, unë sugjeroj shumë. Për shembull, në radhë të parë, është pak e vështirë që ju të shkëputeni nga pjesa që sepse në fillim do të prisni këtë lloj konfirmimi nga të tjerët, në momentin që jeni mësuar me të. Por nuk ka problem. Duajeni veten gjatë këtij procesi. Dhe shiheni si një proces dhe jo si diçka që duhet ta bëj sa më shpejt dhe t'ju ushtroni vetes presion. Është një rrugtim. Mund të zjas sa të zjas për ju, pra mos i vendosni afate vetes që t'ju ushtroni presion. Në fillim pranojeni që dhe jeni koshient që mund të ndjeni këtë lloj ndjesie që doni, pra të bëni diçka dhe të prisni. Por ka individ që e kërkojnë dhe ka individ që në heshtje thjesht ndihen keq. E mira është që ta pranoni veten kështu dhe të thoni, gjithnjë sa herë kjo të ndodh, të riktheheni në vetdijen që nuk kam se ta pres konfirmimin nga të tjerët. Pa ta shoh një herë punën time, ndoshta e vlerësoj vetë. Dhe filloni pak nga pak që të vlerësoni vetë punën tuaj.
Dhe në fillim mund të duket shumë e vështirë. Në fillim mund të shihni vetëm gjërat negative tek krijimi juaj, tek aftësitë tuaja, tek ajo që po bëni. Mund të shikoni thjesht gjërat negative sepse aty është këmbëndja në fillim. S'ka problem, duajini veten përsëritje në këtë fazë. Dhe riktheuni përsëri tek fakti që, pam gjërat negative. Po duhet të ketë gjëra pozitive. Patjetër që po. Kështu që pse mos i shohim mirë këto gjërat pozitive? Dhe filloni tani më kaloni fokusin tuaj tek gjërat pozitive që kjo puna juaj, arti juaj, aftësitë tuaja kanë. Ndoshta edhe vetja juaj. Mund të jetë pra konfidenca në lidhje me veten tuaj, me aspektin fizik të vetes suaj, me për shembull mendoni që dukeni të bukur apo jo, dhe prisni konfirmim nga të tjerë, ndërkohë që duhet që ta gjeni tek vetja juaj. Dhe për gjitha këto, mundoni tani të shikoni aspektin pozitiv. Jam e bindur që mund të filloni nga një gjë e vogël dhe do të dalë një listë më pas me gjëra të bukura që mund të shihni tek vetja. Dhe kjo ndoshta gradualisht, sepse në fillim keni më shumë gjëra negative se sa pozitive. Por çdo ditë, mos u fokusoni për ca kohë tek gjërat negative. Që t'ja ulin pak atë, thua shpeshën e madhe që kanë krijuar tek ju, tek perspektiva juaj. Dhe të fokusoheni që të arrisin pak peshën gjërave pozitive apo jo. Dhe fokusoni më shumë te gjërat pozitive. Gradualisht ju do të filloni që vërtet të shikoni shumë gjëra pozitive. Por tani kalon faza tjetër që ju mund të doni që ti anashkaloni dhe ti neglizhoni fare gjërat negative dhe të kaloni në këtë spektrin që shoh vetëm gjëra pozitive. Pra gjithnjë ju e shikoni që në çdo fazë duhet të riktheheni tek balanca. Mund t'i provoni ekstremet, por riktheuni në balancë. Dhe mënyra më e mirë se si mund të rikthehemi në balancë është duke provuar ekstremet. Prandaj ju them që ta doni veten gjatë këtij procesi dhe mos ta fajsoni dhe mos ta bëni të ndihet keq, sepse është proces. Dhe nëse ju nuk provoni këto ekstreme, nuk vini dot në balancë. Dhe balanca tani është që ju i pranoni gjërat negative, janë aty. Mund të ndryshoni nëse s'mundet, pranojni kështu siç janë, është pjesë e juaja, është si kjo bluza që unë e pranoj që kjo bluzë ka dhe të bardhën dhe të zezën. Nuk do doja të ishte vetëm e bardhë apo vetëm e zezë, sepse kështu është dhe unë e pranoj në tërësinë e saj. Dhe pranoj edhe aspektin pozitiv. Dhe jam i lumtur për aspektin pozitiv të gjitha këtyre. Dhe tani më vini në balancë, sepse në momentin që integroni të dyja, natyralisht ju vini në balancë, duke i patur të dyja së bashku. Dhe kjo na lidhet me faktin që ju e doni më shumë veten në këtë pikë dhe jeni më shumë konfident, sepse ju i dini cilësitë tuaja negative. Nuk përpiqeni t'i fshihni ato. Dhe nuk përziteni nëse dikush ju acilson, sepse i pranoni dhe dini që i keni. Por ju përpiqeni të fokusoheni tek gjërat pozitive dhe ti mëshoni më shumë apo ti zhvilloni më shumë cilësitë tuaja pozitive. Dhe ato lejoni që të shndrisin apo të duken apo të japin rezultatet që ju dëshironi. Dhe tani më vjen faza e fundit që ju në këtë moment natyralisht nuk e prisni më atë lloj konfirmimi nga të tjerët. Dhe ju lejoni punën tuaj, rezultatin që të jap frytet e dëshiruara. Sepse vërtet ai konfirmim nga të tjerët vjen kur ju vërtet e dini vlerën tuaj. Kur ju nuk e prisni atë, kur ju nuk prisni të tjerët ju vlerësojnë punën tuaj. Ju e dini që keni bërë një punë të shkëlqyer, ju pëlqen vet arti që keni bërë, puna që keni bërë, karakteri juaj, vetja juaj, pamja jashtme e të tjerë. Dhe nuk prisni nga të tjerët më. Dhe pikërisht në këtë moment është momenti kur të gjithë të tjerët vinë dhe ju a thonë, vinë dhe ju përgëzojnë, vinë dhe ju thonë sa bukur apo e të tjerë. Dhe ju do të habiteni sepse ju nuk e prisni. Dhe ju jeni okay, pa nuk jeni në qiell të 7 kur vjen ky konfirmim. Jeni shumë në balancë sepse e dini dhe thjesht falenderoni. Por edhe nëse nuk vjen, ju përsëri jeni në balancë sepse e dini që ju e vlerësoni veten tuaj. Dhe s'keni pse ta prisni këtë nga të tjerët. Pra ky është rrugtimi shumë i bukur që ju mund të shkoni dhe sigurisht që ka mënyra të tjera, sigurisht që ka secili rrugtim mund të jetë, edhe pse e tham këtë mund të jetë i ndryshëm për secilin prej jush, mund të ketë kozjate të ndryshme. Mjafton që ta doni veten gjatë gjithë procesit dhe të mos të ushtroni presion. Dhe sa më shumë ju ta lini veten të lirë dhe të mos ushtroni presion, aq më shpejt ju arrini këtë. Prandaj ka kozjate të ndryshme për të gjithë. Shumë faleminderit, do doja të njihesha me opinionin tuaj në lidhje me këtë temë.
në cilin spektër ju mendoni se jeni, apo keni arritur këtë balancën e shenjtë, dhe do doja t'dija perspektivën tuaj, sepse kjo është thjesht një perspektivë, ju mund të keni një perspektivë tjetër. Dhe sigurisht që për gjithë ju që dëshironi ndihmë në lidhje me aspektin e secilës prej çakrave, balancime të ndryshme, ndoshta për çfarëdo lloj pyetje që të keni, nëse dëshironi të më kontaktoni, mënyra tani është më e thjeshtë nëpërmjet website-it verastarlight.com, ku ju mund të lini mesazhin tuaj, mund të shikoni produktet e shërbimet e ofruara dhe të gjeni se çfarë përbën interes për ju në këtë fazë të rrugtimit që jeni. Shumë faleminderit. Është kënaqësi që të punoj me ju, të jemi kesha juaj dhe faleminderit që jeni pjesë e këtij komuniteti. Mirupafshim, shihemi në videon tjetër.